Absolutisht shumë mirë. Absolutisht shumë mirë. Qoftë dikush nga ata do të vijë si deputetët kërkojnë ndihmë. Patjetër. Do të thënë, Sara Mila, ju që nuk e keni votuar, mund t'i shkoni të takoni, t'i kërkoni zgjidhjen e një halli larg qoftë që mund të keni, dhe Sara do t'u ndihmojë juve. Edhe ata që kanë votuar Partinë Demokratike. Po pra, edhe ata që kanë votuar Partinë Demokratike, se ata Partinë Socialiste, ajo është e padiskutueshme. Sara, tani vim te ajo kryesorja, tani si ke marrëdhënie me kryeministin Rama njëherë? Kam marrëdhënie të mira si çdo kush nga ne që jemi të rinj. E kam takuar kur kemi bërë mbledhjen e parë me deputetin që duam. Se unë fakt dua ta sër edhe pak të Roland, nëse kemi dhe kohë për ta sëruar. Po patjetër, ke kohën tënde mos ki fare merak për kohën. Se unë flas çik edhe pak kështu nga natyra. Jo, çfarë thua Sara ku flet pak ti? Jo, por me të vërtet, edhe kjo pjesë mua më vjen keq që nuk artikulohet në media apo dhe në diskutimet në studio televizive ku bëhet fjalë për kandidaturën time. Shprehen shpesh nga doli kjo vajzë. Nga doli ti? Kush është kjo vajzë? Jo, nga doli ti, Sara? Që se një asë njerëzve vetë. Tani nga doli. Sara doli nga platforma deputetit që duam, që ishte një platformë të cilën nuk e iniciova unë. E iniciuan të tjerë dhe unë thjesht pata besimin edhe shkova. E di pse pata besimin? Se shumë njerëz janë skeptik dhe edhe vetë isha pak. Mirë po kisha besim sepse pikërisht në 2018 për shkak të një proteste studentësh e cila u bë e për masave të mëdha, ju besoj e mbani mend mirë, kryeministri Rama dhe qeveria atëherë iniciuan një portal për gjithë studentët ekselent që të kishin mundësi që të çonin aty si vinë letrat e rekomandimit apo se nuk e mbaj mend edhe mirë se cilat ishin të gjitha kriteret dhe të kishin një shans për të filluar punë në administratën publike. Dhe atëherë nuk e kam besuar fare atë platformë. Edhe thoja kjo është thjesht një truk politik për të mbushur mendjen ca njerëzve që në fakt ishte perceptimi. Se dhe perceptimi ishte i tillë. Po unë aso kohë isha në sektorin privat edhe kisha dëshirë që të shkoja drejt administratës publike. Gjithmonë e kam pasur. Mirë, po s'kisha gjetur. Po pse ta lën sektorin privat kur ti ke një mirëqenie dhe shkon në shtet? E di pse, sepse nuk ndihesha sikur përkisja. Unë isha pjesë e medias. E bëja mirë atë punë, por nuk mendoj se ishte vendi im. Pra, nuk çohesha çdo ditë. Dhe për këtë karrierën tënde, po kjo është shumë interesante. Nuk çohesha çdo ditë. Deputeti që duam dhe ti aplikove te deputeti. Dhe këtë do thoja, duke qenë se unë aplikova te kjo studentëve dhe unë mora një punë shumë të mirë në administratë publike tek shërbimet qeveritare. Kam filluar si specialiste atje. Pas ka qenë afër kryeministrit. Po, kam qenë afër, po e kam të sigurt që patjetër, sepse në për aktivitete ne kemi qenë, por nuk ma do mendja që kryeministrit të mbaj mend Sara në asaj kohe, sepse ne aty kemi qenë një staf shumë i madh. Merresha me organizimin e eventeve qeveritare, edhe tek samitet, edhe tek takimet dyfaqe shumë paqe. Unë përgjithësi kam qenë të gjitha këto. Çfarë bëj konkretisht që unë mbaj mend që diku atje ka qenë Sara? Unë kam qenë përgjegjësja e eventit, e zbatimit të eventit. Çdo gjë që lidhet që nga ana teknike deri tek ana. Kush ishte eventi më i rëndësishëm që ti ke organizuar? Kam përshtypjen që përveç se të dyja këtyre samiteve që u bën Open Balkans, që ishte një iniciativë e kryeministrit Rama, mendoj që më rëndësishmja ka qenë një ministerial i cili ishte në kuadër të faktit që Shqipëria mbante karrigën e kryesuesit të OSBE-s. Ajo në fakt ndodhi në një vit në cilin ne ishim në pandemi dhe ne ishim përgatitur një vit me radhë për të bërë një aktivitet shumë të madh në Tiranë, të cilin nuk arritëm do të ta bënim fizikisht, por neve, jo, ka qenë më herët ajo. Por neve arritëm që ta, po është më herët, ne arritëm ta organizonim në Zoom, online, u lidhëm me rreth 600 a 700 user në gjithë botën, unë kam qenë menaxhuesja e situatës, por... Po ndonjë aktivitet tjetër larg këtyre nga këto më social, më publik? Të gjitha? Të gjitha, se nuk di të them, të gjitha. Mirë po, patjetër që aty ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme pune, unë më pas lëviza nga i pozicion dhe shkova tek shërbimi social, sepse atje u hap një vend drejtues për të drejtuar një drejtori, po, me konkurs, dhe duke qenë se e shikoja veten, unë jam një natyrë që nëse qëndroj më shumë se 3 vite në një vend pune, e ndjej pak atë nevojën për t'i lëvizur. Po tani që do jesh 4 vite deputete, si do bësh ti?
Po, ka shumë dinamizëm kjo puna e deputetit. Nuk mendoj se të lë që të mërzitesh. Dhe shkova, garova atje dhe këtë pozicion mbajta në fakt deri në momentin nga i moment pasaj? Dhe këtë do thoja, jo, nga ky moment, 3 vite që ndrova si drejtoresh, dhe unë tani dhash patjetër dorëheqjen sepse isha pjesë e kësaj gare. Këtu do dalë ke deputeti që duam, duke qenë se ishte një platformë e ngjashme. Pra, unë e provova një platformë dhe më garantoj një vend pune dhe më krijoj një karrierë. Dhe kisha besimin absolut që dhe kjo platformë tjetër do funksiononte. Nuk shkova tek deputeti që dua me pikpyetje. Pikpyetja ime vetëm ishte, a dua unë ta bëj këtë gjë në këtë moment? Pse e them këtë? Sepse unë jam një natyrë që nëse do t'i futem diçkaje, do t'i futem në 100% e saj. Dhe unë nuk bëj punë kot. Dhe e dija që do shkoja ke deputeti që duam dhe do më duhet të dilja në mos më e mira, ndër më të mirët. Dhe si dole? Dhe në fakt ashtu ishte. Ne kemi qenë 700 aplikant tek deputeti që duam, dhe unë kam qenë një nga 30 personat e përzgjedhur të cilët ishin në lista. Kush zgjodhi? Bordi i platformës së deputetit që duam. U kryesuara nga ministra e shtetit për rinin dhe fëmijët, nga Bora Mozhaqi. Ajo në fakt ishte, duke qenë se dhe ajo vetë kishte dalë nga platforma, ishte besuar asaj menaxhimi në tërësi platformës, aty kishte dhe antar shumë të respektuar si zonja e Veskushit, cilën sot e kam edhe kolege në qarkun e Elbasanit, zonjusha Romina Kuko, ishte një ndër të tjerët, Lart Kola, një figurë shumë e spektator e Partisë Socialiste. Këto. Ky ishte bordi kryesor i cili merr edhe me kandidaturë. Sara, kur të vinë të mirat hapu derën. Tani fito këtu. Unë nuk i besoj fatit për punës, në fakt. Patjetër që fati i vjen atyre që punojnë fort. Fati është më të mirët. Nuk është asnjëherë fati. Po konkurove te shërbime qeveritare fitove, konkurove te puna sociale fitove, te deputeti që dua fitove, deputeti tani. Roland, unë nuk jam humbse. Do më thënë, e di që unë tani që dhash të intervjit dhe thash këto gjëra, ke frikë nga gjithë të mira që do vinë tani komentet edhe si shetë mënd kjo, shi kjo egoiste, shi kjo mëndje madhe, tani. Unë në fakt dua që t'jem me vërtet dhe për shumë vajza që më ndjekin e që sot ndoshta shohin një model të konë. Modeli është i tillë, guxoni dhe ndiqeni ëndrrën tuaj dhe mos e vrisni mendjen fare për asnjë lloj paragjykimi dhe për asnjë lloj fature që vjen. O më ka ardhur mua një faturë shumë e madhe, o nuk do t'i vi dikujt tjetër kaq e madhe. Kështu që guxoni dhe njihani të mirat vetes tuaj, sepse kjo është të fillosh mbar atë punë që ti di të bësh më mirë. Gjëja që unë di të bëj më mirë është t'ia di vlerat dhe pikat e forta vetes. Tani, Sara, kam një pyetje që, okej, se ju thatë, unë kam qenë pjesë e organizimit shumë të mirë. Po. Me Arbian Maznikun që e kishit shefin tuaj. Po. Se ju thatë që unë Më të mirin. Më të mirin? Po. Ke fjallë më të mira? Pse? Qa bëri Arbian Maznikun? Kam përshtypjen, pikë parë një herë, krijoi një skuadër shumë të mirë dhe shumë gjithëpërfshirëse. Dhe këtë dua ta them. Po fakti që s'ishe nga Elbasani fare? Në respekt, as nuk ka të bëj fare. Unë kam përshtypjen që po të pyesni sot drejtuesin ton politik, Arbian Maznikun, besoj që di për Elbasanin më shumë se sa shumë qytetar nga Elbasani. Ai është veçantë në këtë lloj, ti e ke pasur edhe në studio, kështu që kam përshtypjen që ta kesh dëgjuar gjithë informacionin që ai e ka shumë të mirë për Elbasanin, sepse është natyra e tillë që ka një eksperiencë të jashtëzakonshme. Pse i besove atij? E para, sepse unë e kisha ndarë që në fillim tek deputeti që duam që do t'ishte Elbasani, vendi ku unë do të shkoja dhe do të kandidoja. E kisha ndarë që në fillim këtë me mendjen time, duke ditur pikat e mia të forta në atë qark. Dhe dyta është sepse Mazniku ka arritur që të krijojë një skuadër aq gjithëpërfshirëse, sa që është dhe një nga arsyet sepse rezultati i Elbasanit këtë herë ka qenë fantastik. Dhe këtë e them me sinqeritet. Pra ka gërshetuar shumë mirë ata që kanë eksperiencën në Partisë Socialiste, ata që kanë qenë kontribues me figura po të Partisë Socialiste, po të paprovuara më përpara, qoftë në parlament e tjerë. 80% e listës fituese jemi të rinj, po dhe të listës garuese në fakt. Kështu që mënyra se si i ndau punët, zonat dhe se si organizoi të gjithë fushatën ishte jashtëzakonisht e mirë. Unë e di që ai vjen nga një eksperiencë jashtëzakonshme në qarkun e Tiranës, ka qenë gjithnjë i përfshirë në zgjedhjet. Mirë, unë këtu po flas për rolin e tij organizativ në fushata. Dhe e kisha ditur dhe e kisha pritur që do të kishte një rezultat shumë të mirë si drejtues dhe në fakt ashtu ka qenë. Ne
Ne kemi një komunikim shumë të mirë me të, shumë të lirshëm, e kemi një komunikim kolegësh në rreth parë dhe kjo mendoj unë është shumë e rëndësishme për gjithë energjinë e mirë pastaj që krijohet. Tani më ngasmo më pyet, o Sara, po pse me Partinë Socialiste, po pse shkojmë me PD? Edhe atë të kisha bërë tani. Edhe atë të kisha bërë. Atë ka shkuar në ndërmendje? Asnjëherë. Asnjëherë? Po pse me PS-n? Ka ndonjë arsye vetë? Shiko. Mendoj që edhe këtu ka një sër arsyesh. Mirë po, e gjitha lidhet. Apo shkove ande nga fitoni? Shiko, e gjitha lidhet jo me Partinë Demokratike për vlerat që Partia Demokratike ka apo duhet të ketë, por me figurat e Partisë Demokratike. Nuk shoh të më përfaqësojnë dhe nuk shoh të kenë bërë më shumë mirë se sa keq. Familja jote ka qenë majt? Ne kemi qenë simpatizant të Partisë Socialiste, gjithmonë nuk kemi qenë as të antarësuar dhe as shumë aktiv. Po thjesht mbështetës? Kemi qenë thjesht mbështetës të thjesht. Dhe ti vazhdove traditën e patjetër që familja ndikon. Kjo unë jam askushi për të kundërtën, mirë po duke qenë edhe një vajzë që kam pasur qef politikën qyshërët dhe duke parë dhe gjithë dinamikën e politikës në Shqipëri, unë mendoj se Partia Socialiste është vetëm një forcë progresiste dhe që patjetër ka gabime, patjetër mund të bëhet edhe më mirë, mirë po ka një forcë transformuese dhe ka një vizion për të ecur përpara. Ka një model të Partia Socialiste që e kishe kështu? Si më thonë këtu zonja dhe tjera, ose vajza, që përshemë më përqende shumë, thoshte njëra, Mimi Kodhelin e doja shumë, thoshte, ma duhet bësha si Mimi Kodheli. Ti kishe një kështu? është në fakt, shumë figurë e respektuar. Shiko, jo, që një tjetë tje, së shëfën kishe Mimi Kodheli. Mund të kem pasur në periudën ndryshme. Jo, e di pse nuk dua, Roland, e di pse nuk dua ta them, sepse... Se mos e ke deputet aty në krah? Jo, absolutisht, nuk i kam unë këto komplekse. Vetëm këto komplekse nuk kam. E di pse nuk dua ta them, sepse ekziston një presion një jashtëzakonshëm për ne figurat e reja në përgjithësi, për të asociuar me emrat të tjerë, të rëndësishëm, por sidomos me liderin. Edhe kjo pastaj na kthehet në një bumerang tek të gjitha ata që i marrin këto copza rrëfimesh nga ne, i transformojnë si do kokra i shefit, edhe lind aty me këtë ndodh edhe me ne që e bëjnë këtë, lind aty një armat e re sharjesh ofendimesh. Mirë po, duhet ta them dhe këtë. Në përgjithësi, unë si vajzë nuk kam ecur me shumë modele në jetë. Pra, nuk kam idhuj caktuar apo të them ty sot qoftë në politikë ose jo emra caktuar. Unë mundohem që nga secila figurë të përthith atë që më duket më e mirë. Mendoj që edhe në politikë, edhe në Partinë Socialiste, do jem një mix i disa figurave, do jem Sara. Nuk besoj se do shikoni nuk do shikoni një figurë të ngjashme apo të krahasueshme, edhe duke thënë ja u bë dhe Sara. Ani më thuaj pak lutem për armikun tënd politik në qarkun e Elbasanit të moralizoti. Ai që do na hante. Se kështu thot do të hante. Do ju haj për zgjallë, tha. Në ato momente ti u friksohet besoj. Sidomos unë. Ti ke qeshur? Unë u friksova shumë se ja kam bërë këtë batutën. Apo fërkove duar the tani e hengri ky. Shiko, Roland, për të shakas, mua më erdhi shumë keq nga ajo deklaratë. Më dha një energji shumë negative, sepse unë isha në sprintin tim, unë isha në një garë që ishte gara ime e parë politike, edhe pa diskutim që i gjithë ky rrugtim edhe sot që unë flas me ty, ka doza idealizmi, të cilat shpresoj mos më vdesin rrugës. Mirë po, këto janë tashmë ka unë dhe unë i kam. Dhe tani një vajzë, kaq idealiste, me kaq qef, ka hyrë për të bërë një politikë ndryshe, me këtë energjinë që dhe ti ma the, dhe del një zotëri atje, i cili në sytë e mi ishte një zotëri nderuar deri në atë moment. Edhe del atje dhe thot, neve, ju do t'ju ham për zgjalli e 1 milion gjërat e tjera, tha dhe një gjë të bukur. Hajde, tha, foli tani ti doktor, tha, se ty të kanë frikë. Se tha dhe këtë, në basë kësaj. Po duhet ta kesh ndjekur se është bërë famshme. Kam ndjekur me. Dhe ti u gëzove nga kjo, apo çfarë ndodh? Nuk u gëzova, u mërzita. Jo, u gëzove në kuptimin që me këtë që tha se ti fitojnë pikë ne umin atë. Ne rezultatin e kemi ditur që në fillim. Ata janë përtac kronik. Nuk dalin. Partia Demokratike. Se nuk dilte të moralizotin? Po nuk dalin, nuk takojnë njerëz. Të moralizotin nuk takojnë njerëz? Nuk i takojnë. Dhe nuk bëjnë fushat fare. Madje, do të them një detaj që do të duket batut, po në fakt është shumë e vërtet. Kam qenë ndoshta 5-6 ditë përpara ditës së votimeve dhe kemi qenë në darkë në mbrëmje mbledhur me atë që se po flas dhe unë si politikane e vjetër me shtabin elektoral, me grupin tim miqësor dhe familjar në fakt, se kryesisht ishin ata që më ndihmonin. Edhe thonë more,
Ne si kemi parë fare këta të Partisë Demokratike dalin, po do kenë ndonjë surprizë këta. Do të thënë ne gjatë gjithë kohës po mendojmë tani këta kanë zgjedhur një strategji që nuk kanë qenë të dukshëm. Pra, nuk kanë dalë të fushat hapur, nuk kanë trokitur demder, dhe ne kur të numërojnë votat, ne do surprizohemi. Mua të moralizotin më thoshe që s'kan kohë të marrë frymë, thoshe. Po, dhe e pe besoj se sa kohë kishte pasur nga i gjithë rezultatet. Dhe ti po thuaj që të moralizotin nuk dilte fare në fushat? Ata nga i pari tek i fundit, se nuk duhet ja faturoj vetëm. Jo, unë duhet bëja një pyetje kështu, ore, u ndërthur ndonjëherë në njësi, në një fshat, në një lagje. Asnjëherë. Po që duhet ndonjëherë të ishit bashkë? Asnjëherë. Del ky zotëria, Blendi Himçi sot, se është bërë si Sherlock Holmes, si shkon atje dhe do kapi votat e vjedhura dhe shkon atje thot 3 flet pa vull, thot. 3 flet pa vull, do të thënë bëhet gjithë ajo për 3 flet pa vull, cilët janë brenda çdo gabimi njerëzor. Edhe një flet tjetër pa vull, Sara, nuk është mirë. Po, e keni lexuar rregullorin e KQZ-s? Është brenda çdo gabimi njerëzor, 3 flet pa vull, se di çfarë do ta them unë këtë çështjen e vullës. Ja ta them unë këtë çështjen e vullës. Shkon komisioneri që është atje, shkon tualet komisioneri. Merr vullën me vete se nuk do që të abuzohet me këtë çështjen që të shkojnë dhe të vullosin tjera. Dhe shqiptari nuk pret që ai të kthehet. Edhe e merr dhe vazhdon. Edhe su bënami, ja, ta them unë, këto janë ato votat pa vull. Patjetër, dhe hajde të ta shtrëngojmë, por tani në gjithë ato vota të dalësh atje për 3 flet, sidoqoftë. Dhe del ky tani në emision, sa e kam ndjekur, sa mi dërgojnë, edhe thot, kush është thot kjo Sara Mila, thot. Unë thot, aty kam qenë, thot, edhe nuk e njoh. Po ti ku ke qenë, o Blend? Ti ku ke qenë? Se unë ty nuk të kam parë, dhe qytetarët nuk të kam parë fare. U bëre protagonist, pasi mbaruan, sikur kaq kohë, sa po harxhon sot, për të rendur drejt atyre fletave pa vull që thot ai, apo trenit bulgar, apo ku di unë, se çfarë thot ai, sikur kaq kohë ti kishte kushtuar votuesit Partisë Demokratike, unë ta siguroj që do kishin dalë pak më mirë se ç'kan dalë. Ne 9-ën po prisnim, 10-ën e dhuruan ata. Ishte surprizë. E dhuruan ata? Dhuruan në sensin e mos bërit asnjë lloj pune. Të moralizotit pas ka dhuruar të 10-ën. Tani, kam një pyetje të tillë, Sara, okej, politikanët kanë qelluar me balt dhe e the vetë këtë, e komentove vetë, po ka pasur dhe gazetar dhe analist. Një prej tyre ka qenë Andi Bushati. Ti ke bërë një reagim, ai ishte shumë i gjatë madje. Po. Po unë do të pyes përsëri sot. Çfarë do thuash Andi Bushatit nga ky studio? Do ta njohësh shumë mirë se kush është Buallica, Andi. Do ta njohësh në shtator në punë të parlamentit. Aty ai do ta njohë dhe po e pati guximin pastaj për të bërë mea culpën e vet, unë do ta kisha vlerësuar. Ti po i kërkon që ai të kërkoj falje? Unë kam përshtypjen se nuk ka më vlerë të kërkoj falje. Se falja nuk kërkohet, duhet dhënë vetë. Ajo është falje. Këto faljet që kërkohen pastaj janë çfarë janë. Sara, si e shikon Partinë Socialiste, sepse ka ky mandati 4, duhet të themi tani që nuk është i lehtë. Patjetër. Është një pushtet, super pushtet. Patjetër. Është një mandat, nuk e di se çfarë do provoni ju në mandatin e 4. Një përgjegjësi e jashtëzakonshme. Pak dhe friksuese. Je friksuar? Për mua si vajzë e re, e cila futem për herë të parë në politikë dhe menjëherë partia në cilën unë tashmë zyrtarisht bëj pjesë ka kaq shumë mandate, mendoj që për gjithë ne, për të qëndruar me shumë këmbë në tokë, duhet të jetë edhe friksuese. Sepse është një fije shumë e hollë në mendimin tim që ndan të qenurit i përgjegjshëm dhe të qenurit me këmbë në tokë për këtë rezultat historik dhe të shkëputurit nga realiteti. Sara, mos na çmendeni. Se me 83 vota ti, unë besoj 83 mandate ti shqiptarët çmend. Unë besoj që nuk do të ndodhi kjo gjë. Dhe një arsye kryesore, e di pse, një arsye kryesore unë ja vendos edhe faktit që jemi kaq shumë të rinj në parlament. Ne jemi në pasionin e fillimit, jemi në fillimet e dashurisë. E ke parasysh si funksionon. Je i gjithi aty, kokë e këmbë, par majtas e djathtas. Je po pa frenadore, Sara? Dhe ne jemi të tillë, dhe unë besoj dhe shpresoj se do të jemi të tillë, dhe mendoj që pikërisht ky numër prej 54 mandatesh të reja, por 39 të reja që nuk kanë pasur asnjë funksion të lartë publik më parë. Si ty personalisht? Po, si unë personalisht, ne jemi 39
deputet, të cilët nuk do jemi aq me këmbë tokë sa që mendoj që edhe ndonjërin që mund të shkëputej do kemi fuqi që ta marrë. Tani Sara, dikush është problemi kryesor në Partinë Socialiste është që duket si një repart ushtarak, urdhë si urdhë. Nuk është e vërtet. Ja, prit se frena dorën në këto moment dhe keset në shtator, doktor në shtator, mbarona e, ja, the Berishës ato, po mbaroj. Problemi se ju jeni një qeverisje. Dhe aty është një repart ushtarak që gjithë thonë urdhë si urdhë. Tani, pyetja ime është e drejtë për te. Sara, do kundërshtosh në një gjë aty të kur nuk të duket e drejtë? Se ky është basti yt. Po. Në fakt, ma kanë bërë shumë veta këtë pyetje. Do ta shtelloj në dy aspekte. Pikë pari një herë, kjo doktor në shtator do të jetë për aq kohë. Slogan, doktor në shtator. Kjo doktor në shtator do të jetë për aq kohë sa ai do marrë përgjigjet që në fakt unë nuk e kam shumë për të sa e kam për elektoratin tim, se nuk jam shumë e mërzitur që ka bërë pisaren, po jam më shumë e mërzitur që ka bërë pis elektoratin tim. Se janë njerëz cilët me mishe me shpirt kanë punuar për kandidaturën time, i kanë besuar kandidaturës time dhe mënyra se ai shfaqet duket sikur këta të 20.000 kanë shkuar me pistoletën ke koka dhe kanë shkuar atje ke kutia votimit, gjë që nuk ndodh. Dhe sapo të përfundoj shpjegimet me doktorin, jo se mi ka borxh dhe jo se ja kam borxh, por sepse kam një elektorat që më pret të vendos disa pika mbi i dhe unë nuk do t'i zhgënjej. Dhe sapo të përfundoj me ta, ju do të shikoni që edhe qasja ime personale do t'jetë krejt tjetër. Unë nuk jam për politikën e vjetër, Roland. Unë jam një vajzë e re. Disa eri kanë dëgjuar këto Sara? Jo, një moment. Ma bërë edhe ti një pyetje më herët, pse ndoshta nuk kam guxuar më herët. Nuk e kam ndjerë të ishte habitati shumë i mirë më herët. Këtë herë, unë e ndjej dhe e besoj se jemi shumë pranë. Një moment. Jemi shumë pranë një çast shumë historik për Shqipërinë. Ky nuk është një premtim elektoral. Bashkimi Evropian ekziston. Nuk është një fantazi, as e kryeministrit Rama, edhe as e jona, si Parti Socialiste. Ekziston dhe është aty. Dhe unë mendoj që hyrja në Bashkimin Evropian, edhe si studiuese e shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe si një vajzë që i kam përfunduar të dyja ciklet me medalje ari, dhe kam qenë e dedikuar kryesisht tek kjo marrëdhënie me Bashkimin Evropian, unë mendoj që Bashkimi Evropian do të jetë rregullatori i shumë gjërave që ne ende na sfidojnë si popull në radh parë, por edhe si qeveri në radh të dytë. Kështu që unë dhe gjithë të tjerë do punojmë fort për ta arritur këtë moment historik, jo për hir të historisë dhe jo për hir të bërit bujë, por sepse unë e besoj që Bashkimi Evropian do rregulloj shumë gjëra. A do pyesi njëri ty Sara Mila? Patjetër. Patjetër që po. Sara, na jep një mendim për këtë që do bëjmë ne? Patjetër që po, shiko pak. E di sa i kam dëgjuar unë këto në 30 vjet gazetar. Po nuk e ke dëgjuar nga unë. Jo, Sara Mila jo. Po. Ti mendoj që ti do ndryshosh Partinë Socialiste? Aty u vun rresh Pandeli Majko. Kur ishim duke O Sara, Pandeli Majko, dy herë kryeministër. Më dëgjoj pak. Dhe ishim duke u vun rresh. Kur ishim duke biseduar të dy bashkë në telefon, ti më the mua mos më krahaso mua me të tjerë, se unë po thoja ju gazetarët ju. Dhe ky është momenti për të thënë Roland, mos më krahaso mua me të tjerët, sepse unë jam Sara, Pandeliu është Pandeliu, me gjithë respektin, dhe të tjerët janë të tjerët. Unë sot këtu kam ardhur të të flasë se Sara që është pjesë e Partisë Socialiste. E para njëherë, nuk e gjykoj se do ketë shumë vende për këto debatet e jashtëzakonshme që ju mendoni, sepse ka disa projekte të cilat ne jemi shumë të qartë, sidomos pas qarqeve, janë pikërisht projekte të cilave ju kemi dalë edhe njerëzve ju kemi kërkuar voto. Kjo është që premtime që ju keni bërë, në qoftë se larg qoftë, nuk i mbani. Nuk ndodh. Nuk ndodh se nuk ka pse të ndodhi. Nuk ka pse të ndodhi. Ani mos fol tani sigur s'ka ndodhur këtu. Po nuk kam pse të ndodhi. Në 3 mandate ti nuk janë bërë gjitha premtime sa. Patjetër, patjetër, se nuk janë gjërat kaq të thjeshta dhe ju jeni shumë koshient për këtë. Mirë po, puna jon do të jetë shumë e dukshme. Kryesisht dhe specifikisht për qarkun e Elbasanit, se mua aty më zemra, unë e kam të sigurt që ky do të jetë një 4 vjeçar shumë i artë për Elbasanin. E para sepse ne kemi një mandat shumë të fortë dhe jemi një skuadër shumë e mirë që duam bëjmë punët e mira atje, dhe e dyta sepse kemi ca projekte shumë mira për Elbasanin, të cilat ju i keni dëgjuar mendoj edhe gjatë gjithë fushatës, edhe drejtuesi politike ka shprehur dhe ndoshta nuk është e nevojshme që të ripërsëris. Por në përgjithësi, pa folur vetëm për Elbasanin, sepse është vetëm një hallk e këtij zinxhiri. Unë mendoj që ky do të jetë një zinxhir shumë i mirë që do të na çojë përpara atje ku ne kemi synimin dhe aty ku ne kemi qëllimin, që është Bashkimi Evropian. Dhe si do ta bëjmë këtë? Do ta bëjmë me gjak të ri,
në Partinë Socialiste, edhe në parlament. Atë që njerëzit e kanë kërkuar kaq kohë në fakt nga opozita, se kjo është dhe pjesa më e bukur. Ti po thuaj që do bëni opozitë opozitës? Ne jemi të detyruar të mandat që të kemi edhe pozit, edhe opozit brenda nesh. Dhe në fakt, duke pasur një dinamik të tillë, ku kemi se më kanë gjykuar, kam thënë në një emision në senatorët e Partisë Socialiste dhe komentuesit, po kjo budallachka e di që ne s'kemi senator në Shqipëri, e di që nuk kemi senator. Senatorët janë ata të cilët kanë eksperiencën, vitet dhe kanë të gjitha atë është një senator në thonjza. Dhe këtë do të thoja. Parlamenti këtë herë, përsa i përket Partisë Socialiste, ka gjak të ri, po ky gjaku ri ka edhe njerëz të rreni, ka dhe njerëz që din të bëjnë mirë ato detyrat e shtëpisë në parlament. Ashtu sikundër ka dhe njerëz që flasin mirë në publik dhe që unë kam të sigurt që do ta zënë foltorin e parlamentit dhe do argumentojnë dhe do flasin atje shumë. Ke marrë që tani ke zënë vendin Elisa Spiropali për të folur që shtator? Ke zënë radhën atje? Po unë e kam parë që Elisa e ka mbajtur shumë mirë atë balancën e të folurit. Ke një padushmëri për të folur në shtator, doktor në shtator, shumë slogan, doktor në shtator, që kështu sikur ke zënë radhën atje që para do bëhet konstituimi i parlamentit të ri dhe e para që do flasë të marrë fjallën Sara Mila, doktor në shtator. Po i flasun dhe nga vëndi, se kam zë, edhe nuk ka problem, mund të flasë dhe nga aty ku do jem ullër. Nuk është domosdoshmëri që të shkojnë foltore. Se mos do kesh nevojë për bodyguard, se atje ka dhe për leshe fizike. Nuk ka nevojë, e kam të sigur që nuk ka nevojë. Tani, më thuaj diçka për kryeministin Rama. E di që mund të thuash fjalët më të mira, po pyetja ime është, më bëj çfarë defekti ka kryeministi Rama? Shiko, e di që kjo është pyetja që zakonisht shumë të rinj i ka bërë që të bëhen meme. Edhe ti duhet të jesh koshient për këtë. Pra, nëse ka një gjë që të rinj vërejtje normale pse? Jo, nëse të rinj të marrin. Edhe unë mendoj që ndoshta marrëdhënia me kundërshtarin, apo marrëdhënia me opozitën, ndoshta mund të kishte qenë më e mirë. Dhe sot mund të ishim në terma ndryshe. Ndoshta më e butë, ndoshta më konstruktive. Ndoshta kjo mund të jetë fjala më e gjetur. Më konstruktive. Dhe unë mendoj që kryeministri Rama e ka pasur peshën për ta bërë. Kam sot edhe arsyet e mia pse mendoj që nuk e ka bërë dot, sepse e shoh të gjithë qasjen e palës tjetër, por unë do kisha dashur si një vajzë e re dhe si një qytetare që të kisha pasur një imazh pak më konstruktiv të debatit midis opozitës dhe pozitës dhe këtu ai e ka pasur peshën për ta bërë. Mirë po, i kuptoj dhe arsyet pse sa ka bërë. Në këto terma jemi. Ashtu sikurse patjetër mendoj që ka disa politika ekonomike cilat mund të ishin bërë më mirë. Unë nuk jam e fushës, por ekspertë ndryshëm i kam dëgjuar edhe në televizion, japin argumentat e tyre. Ndoshta për sa i përket sferës ekonomike, mund të kishin bërë më mirë në disa politika. Ka patjetër vend për përmirësim dhe patjetër që ka vend edhe për ndryshim. Dhe ajo çfarë unë pëlqej më shumë tek kryeministri Rama është pikërisht kjo, ndryshe nga gjithçka që njerëzit thonë dhe perceptojnë për të, ai në fakt gjithmonë vepron ndryshe. Pra, njerëzit e perceptojnë jo po diktator, jo po një njeri që ushtron të gjithë presionin parti, jo po një njeri që vendos për gjithçka. Dhe ti sot papritmas, je në një parti ku ke kaq shumë të rinj dhe ku ke kaq shumë figura të reja në parlament, të cilët ndoshta edhe nuk i menaxhon dot. Domethënë, e dikush është diktator. Ai që shkon edhe në listë të sigurt, fut ushtarët e vet të përhershëm, edhe qef o qef, dhe thon korçarët qef o qef ata, edhe rrin aty me të njëjtët që në vitet kur unë ende s'kisha lindur, do kenë koleg disa figura të cilët kanë qenë ende tek barku i mamas kur ata kanë nisur atë karrierën politike dhe vegjetojnë aty gjatë. Ndërkohë, ke një alternativë komplet tjetër, një rifreskim tërësisht parlamentit. Okej, kryeministre, ti se kryeministri politik Rama, po. Ama tani mos e themi kaq shumë se po sikur kryeministri të bëj ministre. Tani edhe kjo është delikate, se
Jo, që nga mënyra se bën pyetje të bën kryeministri. Po të bën, sa i të bën. Patjetër, unë mendoj që ka një gjykim. Dhe ai s'u pyet fare, domethënë ai lexon emrat, siç edhe dëgjon siç e dëgjoj unë dhe dëgjon edhe ti. Edhe s'ka pyet Yuri. Ashtu funksionon. Ashtu janë bërë tjerët më. Se se di këtë ti? Sa gjëra do mësosh ti aty Sara. Ti do jesh në mbledhje, do jeni live, unë e ndjek dhe ti do thosh Sara Mila, ministre e punës së çështjeve sociale. Çfarë do thosh ti? Tani, kam një pyetje. Ti mendon që është kështu apo e bën ai që ju ta kuptoni kështu? Jo. Kjo është kështu që të kemi të. Mirë. S'ka problem, secili ka përgjigjet e veta. Çfarë thosh jo, s'dua? Secili ka përgjigjet e veta. Jo, nuk po flasim për këtë. Ti the që shkon dhe askush nuk e di dhe i thot vet. Unë mendoj që e lë ai të duket kështu. Por nuk mendoj se është kaq spontane dhe nuk mendoj se është kaq e pastudiuar i gjithë propozimi. Sara, më thuaj diçka se ke filluar atë shkollën tani ti bashkë me këta 53 të tjerë, të rinj. Jemi 39 saktësisht atje, sepse pjesa e akademisë. Se ka vëri që janë ngushtuar, janë bërë pak, po jeni 54 kështu. Ne jemi 54. 54 të rinj. Po. Që nuk kemi qenë ndonjëherë deputet. Që janë për herë të parë deputet. Po. Por 39 që s'keni asnjë funksion të lartë, që ministër, zëvendës ministër ose kryetar bashkie. Edhe kryetar bashkie, po, pushteti lokal. Po. Ne jemi 39 nxënës, student tek Akademia Politike. Sara, më fal një herë, tani më thuajnë çik shkollat e tua, pastaj kalojmë te Akademia Politike. Ti ke mbaruar shkollën e mesme? Unë kam. Gjimnaz? Po. Ernest Kolishi ka qenë. Këtu në Tiranë. Po, këtu në Tiranë. Pastaj ke mbaruar universitetin? Po, Universitetin e New Yorkut për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Po. Gjithashtu edhe masterin shkencor për marrëdhënie ndërkombëtare. Ka një sistem pak ndryshe sistemi amerikan, sepse nuk është 3+2, po është 4+2. Kështu ka qenë dhe në rastin tim. I kam përfunduar të dyja ato me medaljen e arit. Medalja, do të 30. Po. Aktualisht unë jam edhe në fillimit, edhe në fillesat në fakt të po bëj dhe po mbledh gjithë materialet, sepse do të futem edhe doktoraturës. Prit stop tu tani, se po flet me doktor shkenca kështu. Çfarë time ke doktoraturën? Jo, sa po filloj thash. Nuk e ke. Jo, nuk e kam. Po mbledh gjithë dokumentat që duan për të aplikuar. Por e di që do jetë diçka që ka patjetër lidhje ndoshta me marrëdhëniet diplomatike që janë. Jo, nuk e kam. Jam duke e filluar. Ke për talent tani deputet. Më. Do thoshë më. Po di ç'është doktoratura apo jo? Doktoraturë. Po ti do bësh deputet apo do bësh me doktoraturën? Të gjitha. Të gjitha? Të gjitha. Jo, nuk e lë sepse unë në fakt Roland për gjithë ata që më njohin, po kjo vlen për ata që nuk më njohin, jam njëri që e dua shumë shkollën, edhe nuk e imagjinoj dot jetën pa që në kushtet duke mësuar apo duke studiuar. Tani shkolla tani më e fundit është kjo Akademia Politike. Kjo është një eksperiencë shumë ndryshe. Sa kanë lektuar deri tani, sa kanë dhënë leksi? 3 lektor. Fatmir Xhafej, ka qenë Rion Braça dhe Niko Peleshi. Tani nga këta 3 kush pëlqen shumë tani? Shiko, që ti përfitove shumë dhe... Po, në fakt kanë pasur veçanti të ndryshme gjithsecili. Se zoti Xhafej ishte te pjesa juridike më shumë. Po, unë mendoj që për sa i përket informacionit tërësisht dhe bruto akademik, Fatmir Xhafej na dhuroi më shumë informacion. Më interaktive klasën e bëri Niko Peleshi dhe eksperiencë më shumë personale ndau Rion Braça. Kështu që këtë 3 kishin nga një specifik, por ne kemi kaluar vërtet shumë mirë. Në fakt, dua ta theksoj pak këtë, që Akademia Politike njerëzit mendojnë që ne në 1 muaj do mësojmë se si të jesh deputet. Patjetër që nuk ndodh. Ne do marrim informacion paraprak, ne marrim një eksperiencë paraprake nga ata që e kanë jetuar këtë gjë prej kohësh, disa këshilla kryesore dhe absolutisht nuk po pretendojmë që në 1 muaj të dim gjithçka për mënyrën se si funksionon apo si do funksionoj me ne. Ajo që mua më pëlqen shumë nga kjo eksperiencë është sepse na bën shumë mirë edhe për të njohur me njëri tjetrin, për të njohur pak nga backgroundi i secilit. Ju se jeni njëri tjetrin fare. Po nuk e njohim, shiko, ka aty që e njohin njëri tjetrin sepse për shembull shumë të rinj kanë rrugtuar, po pra, për te qarkut disa njihen sepse kanë rrugtuar në strukturat e Partisë Socialiste. Mund të kenë qenë pjesëtar të Freshit në të njëjtën kohë dhe kanë pasur her pas here takime me njëri tjetrin. Ti vetë njëri aty? Unë përveç Qarkut Elbasanit dhe ata kandidatë të cilët vinë nga deputeti që duam, me të cilët gjithashtu kam rrugtuar më përpara me ta, jo. Sara,
Si të kanë pritur ty aty në BS? Tani ti ke intuit për te, asa që themi intuit e vajzës e femrës. Si të kanë pritur? Më kanë pritur shumë mirë. Tani frenoja, frena dore s'ke fare. Më mirë se që prita. Jo, frena dore s'ke fare. Po prit se s'ke filluar njerë. Ore, aty brënda në BS, aty të hanë moj, se ti pjota të vjetrate. Si aman? Mos u bë se Alizoti me këtë të ngrënën. Sa i tha u bëra vegetarian. Kështu tha, u bëra vegetarian. Më bërë dhe mua këshu, si Alizoti. Ta të bëra vegetarian. Do në aty kur të filloj ajo beteja tamam, aty do ta thua shi çfarë do. E kam një përgjigje, përveç faktit që më kanë pritur shumë mirë, e di a priori që ekziston një garë në Partinë Socialiste, një garë e përhershme, jo thjesht një garë në fushat. Dhe mendoj që kjo... Një konkurim, me fjallë. Po pra, ka garë midis figurave dhe mendoj që kjo ka ekzistuar gjithmonë dhe mendoj që kjo është një nga arsyet kryesore, sepse Partia Socialiste është ajo që është sot, e cila nuk një humbje, e cila është gjithnjë në përmirësim të vetës dhe ka sot besimin e shumicës qytetarëve të Shqipërisë, sepse ka dhe goxha konkurrencë ndërmjet vetes, dhe mua kjo gjë më pëlqen shumë. Ta them me sinqeritet plot këtë gjë, që ka politika... Po kur do vësh re kështu që të bëjnë intriga, stërkëmshet? Po, unë gjithnjë i kam vënë re këto gjëra, ka intriga. Po jo, si reagon ti? Kudo ka intriga, kudo ka. Nuk ka vetëm politik. Unë kam pasur intriga në shkollë, kam pasur intriga në sektorin privat, në media, ti e di mirë sa intriga ka në media. E kam përgatit një pyetje. Po pra, ka shumë intriga në media, ka intriga në administratën shtetërore, ka intriga kudo, është brenda natyrës njerëzore, duke i menaxhuar. Menaxhuesi mirë është ai që në fakt del mirë në fund. Se ke provuar këtë politikën dhe këtu doli fanoli pa aft, jo Saramile. E ka shumë qef të më krahasoj. Ti më bën nder që më krahason me fanolin, po në përgjithësi e ke me qef të më krahasosh dhe unë do të krahasoj herë tjetër. Tani, Saramila, të lutem më tregojnë çik për përvojën tënde më të bukur që unë të pëlqej nga gjitha gjërat që në Top Albania Radio. Po. Kur punove dhe sa vjet? Po, kam edhe një është interesante në fakt, sepse gjërat në jetë më kanë ardhur pak, nuk është se i kam kërkuar. Ka hapur derën pra? Jo, nuk është se i kam kërkuar, sidomos kjo çështja e medias, ishte shumë e thjeshtë. Unë kur përfundova, isha duke përfunduar studimet për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Unë kam qenë një nxënëse me gjitha dhjeta edhe në maturën shtetërore dhe të jemi sinqert, familjarët edhe prindërit e mi, jo, përveç matematikës, nuk ka qenë pika ime fort kurrë. Çfarë morë matematikën? 8. Anglishten... Kam qenë 4 dhjeta dhe një 8. 4 dhjeta dhe një 8. Se ne kemi pasur 2 lëndë. Pas ke marrë medalje arje, pasaj? Jo, unë kam qenë me mesatare 9.9. Edhe merresh medalje arje? Kam qenë, jo medalje arje, po kam qenë studente, edhe kur jam futur në universitet, kam pasur një pjesë të mirë, kam pasur burs, prej shkak të rezultateve të larta. Dhe duke qenë se kur ti je me nota shumë të mira, pretendimi është minimalisht juridik. Do më thënë, është mjekësi, është inxhinjeri. Minimalisht e pranueshme janë shkencat juridike. E unë me këtë dëshirën time për shkenca politike, e bëra pak me kokën time se zgjedhje sepse e doja shumë. Dhe çfarë ndodhi kur isha duke përfunduar studimet, isha përpara faktit që nuk kishte një vend pune për mua, sepse duke qenë një deg shumë e përgjithshme, edhe një deg e cila, si thoshte edhe një pedagogu im, mund të t'japi një post, po nuk të jep zanat, dhe duke qenë një... Edhe unë shkova ke posti. Po, shkova ke posti. Jep një post, po jo një zanat. Mundet, thoshte, të t'japi një post, po zanat nuk të jep. Sidomos në Shqipëri, duhet të thënë kjo, sepse jashtë vendit shumë studiues shkencave politike ingranohen në gjithë fushat ku ka studime të mirëfillte kërkimore, mirë po në Shqipëri është ende pak e vakët si hapësirë. Tregu është i vogël. Patjetër. Dhe unë e gjitha veten pak me duart lart edhe nuk doja të dështoja tani, se i dilja tjerëve që kisha bërë një zgjedhje në cilën do dështoja dhe media ishte një vend ku ti mund të afroheshe edhe pa përfunduar gazetarin. Unë e kisha një lloj prirje dhe e dija që shkruaja mirë, po edhe që nuk e kisha shumë problem të flisja dhe këtë e dija. E kam nisur fillimisht në fakt me këto mediat online, bëja part-time gjatë kohës që punoja. Në cilin portal? Ka qenë një portal që u hap fillimisht, ishtë ditët e para aty kur shkova on, Blitz.al është shkruar. Blitz, kush e kishte këtë? Kanë qenë këto vajzat, edhe Ulona, edhe Fatma. Ulona Musta dhe Fatma. Algjelu dhe Jonida Liçkolli, e cila është gjithashtu në radio. Edhe unë kam shkuar
shumë rastësisht atje, ato më pëlqyen. Në fakt Aulona më ka thënë një shprehje atëherë kur bëm intervistën bashkë, unë isha 19 vjeç, ajo kishte një eksperiencë media dhe më tha, Sara, ti je shumë mirë, tha, po ti je më e kualifikuar se ç'duhet për këtë pozicion pune. Edhe unë i thash, nuk ka problem, unë thjesht dua që të kem duhet t'ja nis diku. Dhe realisht kisha një dëshirë, jo vetëm për të punuar, te Blisi gjithmonë. Po. Sa punove atje? Kam punuar ndoshta 3 vite, po. 3 vite te Blisi. Por gjatë kohës që punoja, bëja edhe shkollën, punoja edhe në radio. Aty pastaj ka qenë katalizatori me radio. Kush futi te radio? Jonita më tha që ka audicione, Jonita Ali shkollë, ajo është speaker në Top Albania Radio, vazhdon të jetë edhe sot që flasim. Edhe ajo më tha, ka ca audicione, tha, e ke zërin shumë të mirë, hajde. Nuk e kisha me ndonjë kështu dëshirë, kush e di se çfarë, por dëshirën për të përfshirë e kisha. Edhe ashtu fitove. E ka ndonjë garë që se ke fituar ti? S'ka. Atëherë sa vjet punove në radio? Po dhe aty një 2 vjeçar, 3 vjeçar i mirë. Çfarë drejtove? Ka qenë një emision mëngjese, nga ora 10 deri në orën 12, live from Tirana. I kishte gjithë, kishte edhe politikë? Kishte edhe aktualitet. Morën në intervistë në politikë? Në fakt nuk ka funksionuar me intervista, sepse përpara emisionit tim ishte Wake Up, i cili e zauronte edhe pjesën e aktualitetit, kështu që më shumë ka qenë me lajme dhe që unë i transmetoja. Ishte shoqja jote më e mirë në kompaninë Top Channel? Po të gjithë kolegët e radios. Jo, më thuj disa emra se ti. Ata janë shumë të mirë. Jonida, Elona, Olti, pra gjithë Duro. Po? Elona po? Po. Kanë qenë vërtet shumë të mirë. Ka qenë një periudhë Olti Curri në radio. Curri? Po, ka qenë aty? Këta mbaj mend më shumë, sepse me ta e kam darë. Me televizionin nuk e përzirë fare? Jo, shumë pak. Kam qenë thjesht si e ftuar disa herë për dhënë ndonjë opinion. Ku qenë e ftuar? Kam qenë tek Ftesë në 5, kam qenë tek unë kam qenë tek Greta Duma kur kisha këtë eksperiencën time tani ke deputeti që duam. Jam njëri që jam futën politik tani më jo, më përpara vetëm tek këto emisione, tek emisionet për të rinjt, ka qenë Pop Culture, jam ftuar disa herë dhe atje. Do të thënë, kam pasur disa dalje televizive sporadike sigurisht, edhe në bazë të asaj që unë bëja. Në një gazetar apo gazetare që e ke për zemër kështu që do ta thuash. Jo, e di pse, shiko. Jo, e di për çfarë. Jo, nuk e kam atë hall se ata më kanë mërzitur shumë mua këtë periudhë, kështu që mirë do ishte të mërzisha edhe unë. Përveç këtij që thash unë. Jo, nuk ka lidhje. Ma thuj një emër kështu që. Po ky s'është nuk hyn mendoj unë tek gazetarët. Por ajo që në mendimin tim jo, ajo që unë në fakt Roland që për fillimi duke qenë se kam punuar dhe vetë në media, kam pasur një ndjesi shumë pozitive karshi gjithë gazetarëve, moderatorëve, sepse më dukej sikur isha midis të ngjashmëve të atyre që dikur dhe nëse do të kisha ecur në atë rrugë do të kisha edhe kolegë në vazhdimsi. Do më thon tani që po bësh si kryeministri Rama, po nuk e kam ndjerë në mbështetjen. Si vajzë e re në politikë dhe si një figurë e re, nuk e kam ndjerë mbështetjen. Do kisha dashur të kisha gjetur një frymë pak më pozitive, pikëspari profesionale që ka munguar. Sot që flasim, asnjë gazetar nuk më ka marrë në telefon, përveç se të më ftojnë, se për të më ftuar më kanë ftuar të gjithë, dhe nuk më kanë kërkuar minimalisht një CV. Edhe të më thonë, Sara, tek emisioni im hidhet shumë balë për ty, tek një emision konkretisht u fol që unë isha dhe fotografe, nuk kam asgjë me fotografët, kam gjithë respektin e mundshëm për çdo profesion, sepse sinqerisht unë kam punuar që vajzë vogël, por një përhapje lajmeve të rreme pas një lloj etike profesionale dhe pas një lloj dashamirësie për ta njohur një herë këtë vajzë, për të komunikuar një herë në telefon, ose ndoshta për t'i thënë paraprakisht mua më vjen keq për gjithë këtë që ti po përjeton, por a mendon se është mirë për ty që të vish dhe të flasësh, pra mënyra nuk më ka pëlqyer. Qasja ndaj meje nuk më ka pëlqyer. Shpresoj dhe besoj që të ndroj pak në vijim. Do ndryshoj mendim. Unë kam Sara, do ndryshoj mendim si ndryshova unë. E ndryshove ti. Unë ndryshova, e kam thënë publikisht. A e thash? Unë e kam thënë publikisht, tani më shumë se kaj ç'a të bëj unë. Tani kam një pyetje. Sara Mile si gazetar, Mila, më fal. Sara Mila si gazetare, çfarë pyetje të fortë do t'i bënte Sara Mila si kandidate e sapo zgjedhur deputete? Që do t'ja bëja vetes time. Është pak e vështirë. Ta ka bërë njëri këtë. Po, është pak e vështirë. Unë mendoj që, në fakt, e gjithë pyetja do vërtitej pikërisht këto që a mendon se do të kesh mjaftueshëm energji dhe fuqi për të qenë kjo që je sot deri në fund dhe politika mos të ndryshoj? Përgjigju tani.
Kjo është një nga frikrat e mia më të mëdha. Ndoshta ma kanë bërë dhe njerëzit që ta kem frikë të gjë. Sepse sa herë që kam trokitur dyerve dhe kur jam larguar, më kanë thënë, aman mos ndrysho, të lutem mos ndrysho, të lutem vazhdo qesh, të lutem një pozitive, ki këtë energji. Dhe një nga frikrat e mia më të mëdhaja është mos ndoshta ka ca doza zymësie që politikat mi japi. Shpresoj që jo dhe do bëj të pamundërën time për të mos qenë ashtu. E di me çfarë do ta mbyll Sara? Këshillin që të ka dhënë mamaja jote. Kujt i ke ngjarë mamit apo babit? Pak më shumë babit. Pak më shumë babit. Po. Këshillin që ka dhënë mamaja jote. Pse mamaja? Sepse sa do të na japi babi, jeta aty te mamaja është ajo që të ka mbajtur 9 muaj në bark. Shiko, mami im është ndoshta personi më jo aprovues i kësaj situatës time. Kritike, ha? Kritike në sensin e ajo nuk e ka dashur ndonjëherë projektoret mbi vete, është natyrë shumë ndryshe nga unë, as pak e ekspozuar, as pak tipi hedhur, qëndron në privatin e saj. Bashkë me babin punojnë tek biznesi privat, ndihmojnë njëri tjetrin dhe nuk është se ka një pozicion të caktuar. Në kohën kur ishte për të mbaruar shkollën, mama ime mercologji ka mbaruar, por nuk e ka ushtruar ndonjëherë profesionin për shkak edhe të ndryshimit të regjimit. Dhe ajo në fakt është shumë familjare, është e drejtuar shumë nga formati tipik i të qenurit, një vajzë e cila bën shumë për familjen edhe dedikohet shumë tek vajza. Te gatimit, e rritja, te kujdesja. Ajo këtë gjë ka bërë në maksimumin e saj më mua. Mercologe. Po, në maksimumin e saj më mua. Mirë po, e disi qëndron Roland dhe këtë në fakt ndoshta edhe për ta mbyllur dhe për ta dhënë si mesazh për të tjerat. Sidomos vajzë, sidomos në politik dhe sidomos në Shqipëri, është jashtëzakonisht e vështirë. Unë po e ndjej që tani dhe madhomendja s'kam parë gjë akoma, se ç'është edhe ajo shpreha famshme, s'ke parë gjë akoma. Mirë po dikush duhet ta bëj. Disa duhet ta bëjnë. Dhe unë e pëlqej shumë këtë shprehje amerikane breaking the cycle. Ta prishësh ciklin, që do të thotë, ekziston një mundësi që ka një cikël që vajzat dedikohen më shumë këtu dhe nuk arrin dot që të bëjnë edhe familjen edhe karrierën, po nga pak dhe s'bën asgjë mirë. Jo, unë dua që disa persona ta thyen këtë rregull. Dhe ne ta thyejmë këtë rregull. Unë fillimisht për vajzën time, për brezin e ri dhe për ato që na ndjekin edhe që ndoshta ndonjëherë, për krenën patjetër, për cilën kam pasur ndjesit më të mëdha të fajit gjatë gjithë kësaj periudhe, qoftë për mungesën time fizike në familje, po qoftë edhe për mungesën time emocionale ndoshta, sepse kjo gjë të merr edhe shumë pasion, të merr edhe shumë energji, të merr edhe një pjesë të mirë të dashurisë. Dashuria për politikën edhe për atë që ti do të bësh mirë. Kështu që nëse ka një njeri cili duhet i kërkoj ndjes paraprakisht për këtë hyrjen time në politik, është pikërisht vajza ime. Por është dhe arsyeja edhe qëllimi. Kur krenat rritet, unë dua që të mos jetë më anormale që një vajzë e re t'ja dali edhe në politik, edhe duke mos qenë burr, edhe pse mua, se prandaj më faturojnë mua burra nga mbrapa, se nuk e konceptojnë dot fare, se si një vajzë e re mund të ketë një forcë e jashtëzakonshme dhe mund të ketë një dëshirë të jashtëzakonshme për t'ja dalë. Por unë do ta bëj këtë punë sepse e kam ndar mendjen dhe dua shumë që kur krena të jetë ndoshta në moshën time dhe në kushtet e mia kur të ketë vetë fëmijët e saj, të thotë mami im e prishi rregullin dhe unë sot jetoj e qetë edhe e lumtur pa pasur frikën se një vajzë nuk guxon dot edhe në Shqipëri. Si ishte intervista? Se ishe po aq paragjikuese? Po, shumë paragjikuese. Sepse unë isha paragjikuese për ty. Si ishte intervista? Po unë ta thash edhe në... Jo, lere, tisë më the, po them si ishte. Ishte shumë mirë, shkoj shumë mirë, do të falenderoj. Roland, thjesht kjo është e gjitha që unë dua, që njerëzit dhe sidomos media tashmë të ma japi, kohën. Kohën për të më njohur, për të parë nga unë, por dhe kohën për të më testuar. Dhe pasit më testoj, dhe pasit më shohi në punët e parlamentit, le t'i nxjerrë të gjitha konkluzionet që duhet të nxjerrë. Po mos të marri për burim kryesor kundërshtarin tim politik, cili nuk isha menduar ndonjëherë që do ta kisha kundërshtar politik, sepse është moshën e gjyshërve të mi të ndjerë. Sara Mila, unë të falenderoj për intervistën, të uroj suksese në mandatin tuaj si deputete dhe të uroj t'i mbash të gjitha premtimet që ke bërë, sepse kjo është ajo që të përcakton ty se kush je. Sot unë e njoha, po themi
maksimalisht Sara Milën. Shpresoj që dhe ju që keni ndjekur ta keni njohur Sara Milën. Kjo ishte Sara Mila. Më pëlqen që the Mila. Kjo është shumë e rëndësishme. Sara Mila. Kjo ishte Sara Mila. Ky ishte emisioni im për sot nga Ura Lançafoku, mirupafshim.